mos u bëni marak vllazën e motra se sonte në ora 8:30 në mramje do të ndalet rryma pra në gjithë botën për 1 orë, duke përfshi edhe Gjermaninë dhe Evropën pra gjithashtu. Por çka duhet ta keni parasysh? Që nuk do ta ndal shtetin në tërësi edhe në banesat e juaja, por bëhet fjalë që njerëzit, qytetet, shtetet, kryetarët e komunave në mënyrë vullnetare do ta ndalin rrugëve të qytetit, do të ndalin njerëz vetë nëpër shtëpi, por qëllimi im është që t'ju informoj, pasi që mund të jeni duke ecë për një shëtitje me fëmijët e juaj dhe nalet që thujnë bëhet terr, që mos të krijoni ndonjë panik dhe mos të mendoni që ku me di çka u bë. Pasi që unë edhe vitin e kaluar ju kum pas njoftu dhe shumë pastaj më thoshin jetoni sunal, jetoni sunal. Kjo ka të bëj pra në mënyrë vullnetare për secilin prej neve, është aksion për të ruajtur rrymen dhe CO2-shin. Pra për këtë arsye thash t'ju informoj që mos të keni pra frikë apo panik. Shpërndani këtë video që ta dinë të gjithë, pra bëhet fjalë për sonte në ora 8:30 me datë 22/03/2025. Unë ju përshëndes të gjithë dhe me respekt, Muhamet Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.